thjesht historia është këtu. Pa? Ky duket si një konflikt civil në pamje të parë mes dy aksionerëve. Problemi është që konflikti është pasojë. Sepse shkaku i vërtet i gjithë kësaj historie është tenderi. Gjithë tenderi ka qenë një procedurë fiktive. Pra ishin caktuar ca njerëz që do merrin një aeroport dhe bëhet një garë fiktivisht siç ndodh rëndom këtu me të gjitha punët e mëdha dhe koncesionet e mëdha. Dhe merret një kompani turke sepse këta nuk plotësonin dot letrat asnjë. Si do të rëndom që e marrin përgjegjësi për shumë probleme. Nuk plotësonin dot letrat as për ekspertizë. Po as Pacolli nuk plotëson. Megjithëse Pacolli duhet i plotëson se ai ka bërë aeroport tjetër. Jo, nuk kishin eksperiencë në menaxhim aeroporti. Po ka bërë një aeroport ai. Po nuk kishin eksperiencë në menaxhim, shfrytëzim. Këta nuk kanë marrë veten që do ndërtojnë aeroport. Po edhe menaxhim shfrytëzim. Ata do ta marrin dhe 35 vjet do ta kenë këta. Qartë. Dhe morën turkun. Turku erdhi për letrat, u fitua tenderi, mas më pak se një vit. Ngrit iku turku. Iku turku dhe thoni, turku mori 4.200 euro për 40% aksioneve, ka që i shiti. Tani një biznes i cili si pas vetë padis apo kallëzimit edhe plan biznesit, në 35 vitet e ti do të gjeneroj minimumi 770 milion euro të ardhra, gjysma 40% e aksionet e ti shiten për 4.200 euro. Po nuk punon ata, qyshtek, ata e kanë marrë për këtë qëllim dhe kjo është e kuptueshme. Po pse, po kush ta le, kush ta jep? Po zakonisht Shqipëri kjo ndodh të rëndom. Do shta kishim blerë dhe ne. Do të rëndom, po nes na jep meritse. Po pse ndodh të rëndom? Je po pingat e sheros ty. Po pra, pikrisht, pse ndodh të rëndom? Ndodh të rëndom pikrisht për këtë arsye, sepse tenderat bëhen ashtu siç bëhen këtu. Tani jemi okej deri këtu, po konflikti mes tyre dyve si lind? Konflikti mes këtyre dyve është e thjeshtë. Ta zihen për pjesën e aksioneve që duhet të kenë në koncesion. Valon Ademi thot se mua më takojnë 49% të aksioneve, thot, sepse mbasi u larguan turqit që shitën 40%, ka patur një parakontrat notariale mes Bexhet Pacollit dhe Valon Ademit, për mes të cilës Pacolli shiste 47% të aksioneve, nga kompania vetë, ja çonte kompanisë Valon Ademit. Më pas, duke patur këtë parakontrat, duke patur këtë marrëveshje, zoti Ademi thot se unë kam bërë pjesën time të investimit, kam investuar gjitha ato para në përputhje me kuotat që kam patur, por kur ka ardhur momenti për ta regjistruar nuk i ka regjistruar kontratën notariale në qendrën kombëtare të biznesit, sipas Valon Ademit, Pacolli, kjo është ai ti ruajmë paratë të Valon Ademit. Ka ndryshuar rrugë, nuk ka dashur ta, pra nuk e ka çuar. Pacolli ka mbajtur gjitha këto pastaj? Pacolli i ka mbajtur gjitha, se shikohet çka ka ndodhur sipas këtyre. Kur kanë ikur turqit kishin 40%, ja kanë shit Pacollit. Dhe Pacolli kishte 50 të veta, 58 dhe 20 shkojnë 98. Valon Ademi ishte me 2%. Mirë po, ta tani thonë që me njerë masi u be shitja nga turqit të Pacolli, mes Pacollit dhe Valon Ademit ka patur një parakontrat që këtë 20-qen, 27, 20 plus 7 tjera, do t'i merte Valon Ademi. Parakontrat në lexoj. Vendim i asamblesë së përgjithshme të aksionerëve. Po, e kam bërë Po, ai tani, po ja ka marrë ai. Ata kanë bërë 3 dokument, 3 marrëveshje. Kanë bërë parakontrat notariale që do kalojnë 27, më vonë e kanë bërë marrëveshje dhe më vonë e kanë bërë kontrat notariale. Gjithë problemi i koncesionit të aeroportit nis nga mënyra se si korrupsioni ka drejtuar gjithë procesin e PPP-ve këtu në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Ikën një kompani që ka 40% të aksioneve, marrë një kompani. Nëse këto bën zakonisht merren kur nuk kanë ekspertizën. Nuk ligjërisht këta që do investojnë marrin zakonisht emra të tillë janë marrë. Të mos e bëjmë si një, nuk duhet ndodhë. Jo, nuk duhet ndodhë, pëse është... Fakti që janë marë... Nuk mere kohë. Do të thotë që të behet, të ribet, po. Praktikisht, kur dela i bie koncesioni... Bie koncesioni sepse bie kriteri teknik. Pra, kriteri teknik e përmbushte kompania turke.
Kompania turke iku, mbetën 2 kompani shqiptare, kosovare, të cilat nuk përmbushin dot kriterin teknik, do të bjerë koncesioni. Bje fare të tani, dhe me gjithë të ndërtimon. Jo, bie koncesioni sepse nuk ka më kush përmbush kriterin teknik. Se ai Pacolli nuk e përmbushte. Këta të dy as nuk e përmbushnin turqit kriterin teknik të menaxhimit të aeroporteve. Turqit ikën, kush do i menaxhojë me aeroport? E përmbushin deri te leja. Tani. Ata morën Pra, legët. tu fillon gjithë gjeneza e korrupsionit. Dhe çfarë do të thotë korrupsion? Do të thotë që një pjesë e këtij koncesioni, një pjesë e këtyre parave që do gjenerohen nga ky koncesion, po do shkojnë tek ata që kanë dhënë lejet. Qartë. Ë? Pra, siç ka ndodhur në të gjitha koncesionet e tjera, ku nëpërmjet formave të ndryshme janë gjetur klauzola, mundësi, rrugë, shtigje, hapësira, dritare, për të marrë fondet e Bëm babatët të ngjajtu aty. fondet e publiku dhe për t'i çuar te xhepat e qeveritarëve, në të njëjtën formë po funksionon dhe koncesioni i aeroportit të Vlorës. Dhe kjo e gjitha në thelb vjen pikërisht prej kësaj gjë. Ky konflikt në fakt e ka gjenezën tek Qartë, te paraja. Kjo është shumë e madhe në këtë rast edhe gjithë siç e tham në fillim aveja. Tani unë mendoj që kemi në gjë që se tham, ç'të themi. Të ndërruar të shikues tani shu janë gjërat. Në vendin ku jetojmë tani, para e madhe shpesh lëviz në vendin ku jetojmë të gjithë. Gjërat çuditshme ndodhin. Para e madhe, po. Në fund shqiptarët e kanë. Shqiptarëve u kanë hipur. E kanë këllë qafë. Shqiptarëve po ikën aeroporti. Ne do të ndjekim të problem, më pas në ditët që vijojnë, do të flasim. Do shikojmë çfarë bëjnë organet e ligjit, gjykata, që bën dhe prokuroria, po dhe çfarë është më tej konkretisht kjo gjë dhe si do të sillen, a do të jenë pa Problemi është mos me penjë aeroporti nuk ndërtohet fare, kështu si po shkon. Se pak ka mbetur. Aeroporti është drejt fundimit. Po pra, pak ka mbetur. To kishim, pjesën e parë ne folëm për se ju sishit, folëm për një avokat që u arrestua dhe u lirua. Pam, ndoshim. Ju sot. Ai nuk na doli, ta do dal. Po ndoshta dhe u trembe, kupton se kishin marrë telefonin e gjitha. U trem miliarderi, s'po. Donte të dilte avokatit, i thash unë një 4 i kam këtu, unë nuk e kam këtu, drejtoria avokati e. Mos besoj se, më falë, se nuk besoj se ky miliarder është trembur. Kush? Ky miliarderi është lojtar, nuk trembet kollaj ky miliarderi. Miliarderi, thua ti... Miliarderi lojtar ka qenë gjithë jetën, Bexheti në çdo vend ku ka shkuar, përveç Kazakistanit. Bexheti thuaj se... Përveç Kazakistanit, në çdo vend ka pasur gjyqe. Bexheti ka ndërtuar aeroport dhe ka marrë 98. Ai ka pas gjyqe O zotri, ai ka gjyqe me Kosovën. 98 i ka Bexheti këtu. Miliarderi nuk Bexheti kështu ka luajtur gjithë Ta jetën. lekët Bexheti... Me para jo të qarta nga burimet e tyre, me gjyqen me aksionerët, Bexheti kështu ka luajtur gjithë jetën, s'ka ndonjë frikë Bexheti. Një Bexheti është rregull. Ai vetëm po luan, kënaqet. Po këta si e kanë... Tani... E tha që nuk jam gati të lëshoj atë që është e imja.